në ditën e Arafatit o ju vëllezër, për haxhit sidomos të cilët qëndrojnë atje, preferohet që të bëjnë sa më shumë dua, të bëjnë lutje. E duaja më e mirë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Arafatit, cila është? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duaja më e mirë, lutja më e mirë në ditën e Arafatit është duaja të cilën e kam bërë unë dhe të gjithë pejgamberët para meje, ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Këtë dua shpeshtoje sa më shumë, edhe lutje të tjera të cilat ti je i nevojshëm për Allahun tënd në atë ditë. Pastaj vëllezër, përveç agjerimit të kësaj dite, në këtë ditë, në ditën e Arafatit, më i pikëlluari është shejtani, për shkak se e din mëshirën e madhe të Allahut azza wa jall, të cilën e ka Allahu azza wa jall dhe i mëshiron të gjithë robërit e tij, e nuk i takon besimtarit dhe besimtares që të jenë neglizhent në këtë ditë të madhe. Më i pikëlluari, me zemrën më të pikëlluar, më i dështuari në këtë ditë është shejtani, djalli i mallkuar, për shkak se ai e din se çka do të thotë dita e Arafatit. Dita e Arafatit është shtylla, dita e qëndrimit në Arafat është shtyllë për shtyllave të haxhit. Ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el hajju Arafa, haxhi është Arafati. Ai i cili nuk qëndron edhe një pjesë të kohës në Arafat nuk ka haxh të pranuar. Pra shtylla e haxhit është qëndrimi në Arafat. Pra kjo na qenka një ditë me vlerë, një ditë e madhe.